Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, mëshirëplotit, vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi duke jetuar ditët e këtij Ramazanit të bekuar dhe të gjithë jemi të gëzuar dhe vepra të bukura dhe të mira duke punuar. Shpirtin tonë duke e pastruar dhe të dashur e të pasur shpirtërisht me vepra të Zotit për të synuar. Ramazani na I kujton disa gjëra të cilat brenda jetës tonë dhe brenda vitit tonë mund të kemi harruar. Ramazani është muaj I solidaritetit, I ndihmës dhe I bashkimit në sofra dhe në vepra të mira. Ramazani na I kujton ata të cilët ndoshta I kemi harruar. E për ta një ditë para Zotit kemi për të përgjigjë se si jemi sillur dhe si kemi vepruar me ta. Fjala është se Ramazani na I kujton njerëzit e varfër dhe skamnurët. Ramazani na I kujton se nëse ne një muaj e kemi Ramazan, është dikush në krah tonin I cili tërë jetën e ka Ramazan. Ramazani na I kujton që nëse ne brenda ditës edhe natës në muaj Ramazan ushqehemi vetëm 2 herë, në iftar dhe në sufër, Ramazani na kujton se ekzistojnë familje dhe kemi familje dhe njohim familje që tërë jetën e tyre ushqehen brenda ditës 1 herë apo eventualisht 2 herë. Ramazani na kujton që duhet ta e bashkojmë këtë shoqëri. Duhet të ndihmojmë këtë kategori, sepse Allahu na ka mësuar kësaj dhe na ka edukuar kësaj duke na thënë në surën Ali Imran, në Kur'anin Fisnik, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Nuk keni për të arritur tek e vërteta dhe përkushtimi I vërtet, përkushtimi I sinqert, përkushtimi I duhur, përderisa të japni lëmosh atë për ju e cila është më e dashura. Nuk keni për të shkuar tek e vërteta, të s'keni për të gjetur të vërtetën, asnjëherë, përderisa nuk e japni atë që është më e dashura për ju. E më thuani, a është ndonjë agjërues I cili Allahu e ka begatuar me pasuri dhe nuk dën që të arrijë të Zoti I tij? Padyshim sot është mundësia. Sot ta vizitojmë një familje. Sot ta ndihmojmë një familje, sot ta fshijmë një lot në faqen e një jetimi, sot ta gëzojmë në zemër, sot ta shtrojmë një sofër, sot ta japim një iftar. Muhamedi alayhis salam, shembulltyra ime dhe juaja, në njërin prej haditheve të bukura të tij, na ka porositur dhe ka thënë: ai që I jep iftar një agjëruesi, do ta ketë shpërblimin e tij pa e manguar sevapi edhe palës tjetër. Të dashur vëllezër të nderuara motra, Ibn Qayyim al-Jauzi, Allahu qoftë I kënaqur me të, e ka lënë një fjali të bukur dhe ka thënë: nevoja jonë për të dhënë sadaka është shumë herë më e madhe se sa nevoja e atij që kërkon sadaka. A thua çfarë do të thotë kjo? Po, të dashur vëllezër e të nderuara motra, sepse nevoja jonë për të marrë shpërblimet e sadakas është shumë më e madhe se sa nevoja e atij që na ka kërkuar sadaka. Pse? Sepse shpërblimi ynë do të jetë në një ditë kur mundësia jonë për të punuar nuk do të jetë më. Ndërsa sadakan që ne e lëmë në këtë botë do të jetë e transferueshme dhe e kalueshme dhe një moment gëzimi në zemrën e besimtarit. Më thuani, ka dikush që është musliman më I mirë se sa ai që fut gëzimin në zemrën e një besimtari, se sa ai që I bashkohet dhimbjes së tjetrit, se sa ai që mundohet me ndihmu tjetrin. Nëse Allahu të ka sprovu dhe shpirti jot është zemru dhe zemra jote është duke lëtu, mundohu që ta gëzosh dikë dhe sadaka me I dhuru në mënyrë që shpirti yt të qetësohet dhe zemra jote të gëzohet.
Të gjithë ne bëjmë vepra të mira, të gjithë ne ndihmojmë të tjerët, por më thuani, pas kësaj vepre madhështore, a nuk ndihemi të lumtur, a nuk ndihemi të gëzuar, a nuk ndihemi të qetë, dhe dita do të na kalojë si është më smiri, se e kemi ndihmuar një rob të Zotit, e kemi ndihmuar një vëlla të unë, e kemi ndihmuar një familje të unë, e cila përkohësisht ka nevojë për ndihmën tonë. E më thuani që a nuk ka mundësi që Allahu fuqiplot ta ndihmojë atë, mos ta lë në skamje atë, po patjetër ajo është i pasur, por Allahu dëshiron që ne të jemi pjesë e shpërblimit, sepse familjet do të ndihmohen, familjet do të përkrahen, dhe familjet nuk do të lihen anash, por e imja dhe e juaja është që ne a dëshirojmë të jemi pjesë e këtij karavani, pjesë e këtyre veprave, pjesë e këtyre shpërblimeve, me të cilat synojmë kënaqësinë e Zotit fuqiplot. Dhe po e përmbyll me një fjali të Ibn Qayyim al-Jauziyes përsëri, i cili na ka porositur dhe ka thënë, ndoshta ti je duke fjetur në gjumë, e dikush i ka ngrit duar dhe po lutet për ty, për një vepër edhe për një ndihmë që ti ja ke dhënë. Dhe më thuani, a ka dhuratë më të mirë? A ka vepër më të mirë se sa dikush të lutet për ty? Ndoshta ndihma jote nuk do t'i bën zgjidhje afatgjate, por e imja dhe e juaja është që ne mos të ndalemi prej veprave të mira, të cilat një ditë do të na vinë para nesh dhe do të dëshmojnë për ne. Zoti na bëft për atyre të cilët ndihmojnë ata që kanë nevojë, përkrahin ata që kanë nevojë, japin aty ku ka nevojë, dhe Allahu na mundësoft që nëse nuk kemi këtë mundësi, të varfërit, të lënduarit, të pikëlluarit, të sëmuarit dhe atyre që kanë nevojë, nëse s'kemi mundësi me i ndihmu, t'i gëzojmë me një fjalë dhe shprehje të mirë, dhe të lutemi për ta që Allahu, nëse ne nuk na ka dhënë mundësi, t'ua dërgon ata të cilët kanë mundësi dhe t'i largoj nga kjo sprovë dhe fatkeqësi. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.